A e keni dërguar ndonjëherë një mesazh që nuk duhej pas orës 12? S'kan vonë lek të koncertit, ti kanë vonuje, po me leva orës 12. Jo. Mendoj që po lidhet, me vitin e ri. Sa të mirë. Hajde, Stimi. Më pëlqen ajo çerja që më... Qa thot? Na lexo? Nëse Fama do kishte një buton mute. Kur do ta shtypni? Në cilat momente. Pra kur je duke bo diçkan për dishmërinë tënde dhe thu, o zot, kisha vdek mos me m'njoh dikush. Në banjo. Po ti s'ka Po m'banjo kush që? Ku t'i gjohën Fama? Në herë për shumë kur jam kështu, që dal, që jam tu dëgjoj një këngëtar që është në live, aty e du për shumë t'jem, jam të pi për qefin time, komplet, kuptoj. Shtri aty në tokë. Pastaj në Shqipëri, unë e them gjithmonë se po futem shumë. Se s'kem... Nuk është se jemi si në Amerikë që po na pan rrugës vinë me vrap, jo. Maksimumi na bëjnë ai foto tapë, e ke parasysh edhe nuk do dalë. Do që si ka po ai atë notë. Do thonë ja çaj gjendje ka përfunduar ti për qef, e kupton? Kështu që shumë rregull e kam unë. Qa thot? Cila është dhurata më e keqe që keni marrë ndonjëherë? Por keni bërë sikur është fantastike. Me thënë të drejtën, unë nuk... Marrë dhurata. S'më bën kush dhurata. Familja, partnerja, okej, i them mos, po kemi arrit me një deal tani që do me thënë më mirë harxojmë lekët... Mos, gjina. Po, më mirë harxojmë lekët me udhëtime, unë si kam shumë qef dhuratat, me thënë drejtën. Edhe nuk di të bëj dhurata. As ka ato simbolike të pak Ka pas marrë një ty me babagjysh. Nuk kam pas një dhuratë. Kartolina me shkrime. Nuk kam pas një dhuratë që t'kem pas këtë ndjesie. Po mund t'ke qenë ai kështu, si që kena ne me njëni tjetërin, kur ke ditine, na këtë 100 euroshin kotë, si ku po... Na këtë 100 euroshin blen e i gjo. Okej, diçka e vogël, po që quhet. Rovë zhlaj, na në rove. Quhet dhurat. Okej, bukur. Jo që kam eksaktësisht të njëjtën, nuk e kam prek të njëjtën tematik. Okej.